Kryeministri Edi Rama lajmëroi se nga janari 2026 pensionet do të rriten çdo muaj përtej indeksimit vjetor deri në vitin 2029, kur synohet që vlera e pensionit mesatar në Shqipëri të arrijë në 400 euro. Se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mua ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Kreu i qeverisë zbuloi skemën e rritjes së pensioneve të përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026 përmes një mesazhi në rrjetet sociale që e cilësoi ekskluziv për pensionistët. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lekë. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lekë. Pensioni rural do të rritet 1.000 lekë. Pensioni familjar do të rritet 700 lekë. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lekë. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Kryeministri Rama tha se rritja e përmuajshme e pensioneve do të çojë pensionin mesatar urban 40.000 lekë nga 27.350 që është aktualisht sot. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Në mesazhin nga Aselia e PS, Rama e cilësoi vendimin për rritjen e pensioneve një premtim të mbajtur. Ky jam unë, këta jemi ne. Ndërkohë qeveria ka parashikuar 97 milion euro për bonusin e fund vitit për 756.000 pensionistë. Kush ka pension deri në 20.000 lekë do të marrë 15.000 lekë. Ndërsa kush merr mbi 20.000 lekë do të marrë bonus fund viti 10.000 lekë. Akti normativ që parashikon bonusin e fund vitit për pensionistët është miratuar në komisionet parlamentare dhe pret votën e kuvendit, ndërsa në ditët në vijim pritet të nisë shqyrtimi i propozimit të qeverisë për ndarjen e buxhetit të shtetit për vitin 2026.